elektrizu nga mlefi Hoxhës dhe kanë fillu sulmet dhe komentet e tyre, reagimet e tyre të pamatura, me ofendime, me nënshmime, e kështu me radhë. Nuk është çudi, nuk më ka bërë përshtypje shumë Hoxha i Mërfosur, pse kemi një përvojë dhe e njohim përprirjet që ka për ofendime dhe për përçnime. Ai nuk ka përsyer dhe hoxh të mëdhaj, dietar të mëdhaj, përfshir aty dhe shefin e hadithit, Sheh Albanin, Sheh Butin, Molla Jakupin, që të gjithë në botën tjetër Allahu i pasmëshiru, e ka përmend rastin e Abdullah ibn Mubarekit, që është një specialitet, e ka përmend I'lau Sunan, këtu e kam përpara, vëllimi 3 faqe 58, e kam këtu përpara rastin Abdullah ibn Mubarekit me Ebu Hanifën. Do me thonë, I'lau Sunan e përmend këtë rast për ngritjen e durve që i ka thonë a deshe të fluturojsh. Këtë rast e ka përmend edhe Hoxha i Mërfosur aty, e I'lau Sunan thot për këtë rast që është specialitet Imam Bukhariut që e ka plasu për ta injoruar apo që e ka bërë kundër Ebu Hanifës, një djetarit që nuk e po bota, apo që ka thonë edhe Imam Shafiu në divanin e tij, fema bil mashriqaini wala bil maghribeni wala bi Kufa fa rahmatu rabbina abadan alayhi ma damat quri as-sahifa. Nuk patët në asnjë kontinent, në të gjitha polet, në të gjithë rruzullet toksor, thot nuk pat të ngjajshëm thot si Ebu Hanifja. Imam Shafiu po thot, një dietar, një kolos i madh, një gjigant i madh, për këtë dietar nuk pat thot si ai, thot as në lindje, as në perëndim, thot e mëshira e Allahut qoftë mbi Ebu Hanifën, derisa të pasohet dhe të studiohet dhe të lexohen veprat e tij dhe punimet